Një aksident I rënd është regjistruar në një fabrik për punimi frutash në Kjato të Greqisë. Një grua 40 vjeçare me origjinë shqiptare mbeti e plagosur rënd në kokë, pasi flokët e saj u kapën nga një makineri me të cilën po punonte. Ajo pësoi dëmtime serioze, përfshirë humbje të lëkurës nga pjesa e ballit deri në skalpin e kokës. Fillimisht e plagosura u transportua në qendrën shëndetësore të Kjatos në gjendje të rëndë. Më pas ajo u dërguar në spitalin e Korinthit dhe mëtej në spitalin e përgjithshëm të Athinës, ku mjekët konstatuan plagë sipërfaqësore por të rënda. Pavarësisht dëmtimeve, raportohet se ajo ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Sipas informacioneve, gruaja ishte duke punuar në mënyrë të palishme në fabrik. Punëdhënësi I saj, një 42 vjeçar grek, u arrestua, por më pas u lirua. Burime bëjnë me dije se 40 vjeçaria u dërgua fillimisht në qendrën shëndetësore e shoqëruar nga 2 persona të cilët deklaruan se e kishin gjetur në rrugë. Mjekët vunë re se ajo ishte në gjendje të ecte, por ishte e friksuar dhe nuk komunikonte. Ndërkohë personat shoqërues kishin me vete në një çantë pjesën e lëkurës së shkëputur me flokët. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.